Mëngjes nga një tjetër video. Qishte 1 sekond pas asaj bësh shaka, 10 minuta. Duar këtu që të marrim kafen, sepse kemi një 3 orë të mira deri në Como, se siç e dëgjuat tek vlogu i kaluar, do të ikim në Itali, në Como, do të nisem me makinë sepse jemi këtu afër. Besoj e kuptuat që këtu ku ishim ne në Francë është lidhja midis Bazelit, Lërahut, edhe Italia, okay, është 3 orë larg, por që pak a shumë do me thënë arrien me makinë. Kështu që po, do të ikim në Como, do të rrim atje 2 ditë, do me thënë 2 nete dhe 3 ditë, të kënaqemi sepse do jetë vllai, Kunata me zi po pres t'i takoj. E marrë sa sanduiçi kam bërë në shtëpi shumë të shijshëm, edhe pa fund gjëra aty për fëmijët, ujë etj. Ivi po merr kafet siç ju thash, edhe do të nisemi sepse kemi 3 orë rrugë, uroj që të na shkojë rruga mirë. Zakonisht fëmijët po bëjnë shumë mirë tani, po të shohim. Bëm një ndalesë të vogël rastësisht tek një karburant shumë i madh, shumë i bukur këtu në Zvicër, që ka për të ngrënë, për të pirë, ka jashtë shumë i bukur. Nuk e di se si e ka emrin, do ta shoh jashtë, por është gjigant, shumë i bukur. Karburanti quhet unë, po është kështu, ka dhe karburant, po është me ushqime të gjitha, madje ka dhe menu, kështu që është për fëmijë, si tip bufe, shumë mirë. Uroj të më dëgjoni. Sepse 5 minuta para kësaj, ose 3 minuta para kësaj, bravo, hajde. Volli miki komplet, me përi komplet, mirë që makina ishte me shinjë, se ndryshe nuk e di se si do ta pastroja, po kemi harxuar një pago me letra të lagura, me thata, sepse volli si duket nga që ngatroi ushqime me njëra aty. S'ka gjë, anin zek, s'ka gjë. Nuk ka gjë, mami. Nëse gjithsesi po vëjmë këtë pushimin, po merr dhe mua i vi një kafe, gjëmet e mia po han këtu, edhe do ikim, kemi dhe 2 orë 20 minuta, mendoj, përvajti shumë gati 5 orë, kemi të lavë. Mish. Uj. Që po piti uj? Fanta. Fanta, lung. Uj. Artlist.io. Gjem dhe ime. Që po hati? Hummus. Patatet? Me mami. Një për mami. Me në kaj. Një për kaj. Dhe oceria. Për optevi. Po t'ja? Dhe me Music licensing reimagined. Të dalim të deti. Të dalim një gjiro këtu për mami nga e Shiko që ka bon. Sa bukur. Artlist.io. Pamja nga tjetër. Arja ime. Sa bukur. Sa hajnë të këpurda. Sa hajnë përse. Papa ke si ato e neve. Si në gjithë dhe neve. Music licensing reimagined. Why can't we be the Pa makina ti da shpia. Me bolje. Graag tot Lilian en Teddy Swings und een Lord. Overhond de tasto. Het dat is
Baba, tem mir hier. 700 orë më vonë. Sot kemi bërë maksimumin tonë në makinë. Sa kemi jetë bi 8 orë? 1 miljoen. 8 orë, edhe një pauzë të shkurtër që kemi bërë 8 orë me makinë. Nuk kemi bërë një pauzë vjellë, nuk kemi bërë kurrë një jetë kaq shumë. Vetë njerë, jo më bëzaj me fëmijë. Jemi amal, për të paktën edhe 10 minuta dhe jemi në destinacion. Madje kemi ndruar vendin, tani ka para, unë mora mbrapa me mikin. Rritëm, ma dallohet se sa lodhur jam njerën, se flokë i kam si tërbuar, se nuk i rregulloj dot se i kam duart e zëna. Hajde me kuli. Niki do të shkoj tualet i shkretim. Edhe mbajti, ka një 4 minuta që po e mban. Edhe informacion shumë i rëndësishëm ky. Nëse erdhëm këtu që nga shumë bukur ishin ato kthesat si llogaraja. Nëna juaj pak se kaloi 8 orë kështu, po do të bënte ato. Jam gati të shpërthej, por arritëm, u harrua çdo gjë tani. Na shkoj edhe duke hapur kode futi pinë. Shini sa lezetshëm që është këtu. Kemi ardhur në koma. Tani po ju bëj shpejt, super shpejt një home tour. Si kjo është një shtëpi shumë e madhe që ne kemi marrë që trim gjithë rahat. Kjo është pjesa e kuzhinës, ka të gjitha brenda. Është një shumë e madhe, shumë e bukur. Kjo është pamja, për momentin nuk është se duket në gjë pyll, kështu shtëpia gjëra. Kjo është një tip dhomë ndenje, pra sallon, siç i themi ne. Kjo pjesa që nga shumë e bukur, më pëlqen. Kjo është komplet pjesë e korridorit që ndahen dhomat. Kjo është një dhomë e madhe për çift dhe me fëmijë, tërgjumi me televizore dhe me të gjitha, shumë bukur, arretimi shumë lezetshëm i ke. Pastaj është dhoma tjetër, dhoma e çiftit, edhe këtu është tualeti i çiftit. Dhe këtu është një tjetër tualet me vask, nuk e hamzo shumë tepër. Lezetshme, më pëlqen goxha. E thjesht, e bukur, e madhe, do kënaqemi besoj këto 30 që jemi këtu në total. Një ditë nga ngelur se tani erdhëm më nesër, në supozoj të ishin edhe këto pjesë e ditëve, por gjithsesi s'ka problem. Shoqëria që erdhëm mirë, thash jemi të raskapitur, por që erdhëm mirë, kjo ka rëndësi që erdhëm mirë. Fillojnë këto pushimet e fundit për këto pushime. Ja, se të bukura këto. Kjo është ndër të preferuarat e mia, ndërsa kjo këtu, këtë kam parë tani te IKEA dhe më ka pëlqyer gjithmonë shumë. Këtë kemi pas në tek shtëpia në Bremen. Çdo gjë e arreduar shumë lezetshme, nuk po i marr gjitha dhomat kështu me detaje, por që është shumë e lezetshme. Shplerash. Ne erdhëm për plazh ne. Ne erdhëm për plazh, po kemi shikuar plazh. Ashtu po, dhe vesh. Zara tani. Das Kleid. Darf ich das auch haben, wie das Ding so? Që ke shpisi? Ich meine, Zettel putzen, dann den Becher. Që ne putë ti o zotë. Darf ich das noch machen? Ja, ma se Zettel putzen? po që ne putë. Hast du das Do regoj flokën? Ja, ich kann das auch. Ako mam të bëj. Dhe? Können wir das so? Pa dhe zhëva ta në pihe. Jetzt sehe ich was Schönes. Shpirt. Ka bëja flokë? Was noch? Si unë des prap o jetë. Unë des prap këshu. Djel. Sa bukur. Das hat auf mein Lippen. Wo hast du das gekauft? Aber. Këse ka mami se s'ko pika këto. E morim. Logo jetë I bukur është gati. Aje. Willst du das? Ich merke mich gleich mit Mama Schminke-Sachen. Wie schön sehe ich jetzt mit deiner Schminke. Kannst du die Schleife machen? Ka mami të vogël, do me të bë.
Jest to już dobrze. Biegamy lart. Sit. Mirë mëngjes zyrtarisht, tani po ju flas. Jam rregulluar pak sot. Si të bëjmë zakonisht bazike, po thjesht kam për flok dhe kam vendos disa aksesor që më rëndojnë, por që do të dalim tani, do të zbresim poshtë në Como që të bëjmë, të ham ndonjë gjë, të pim ndonjë gjë, si e thashë të sigur për hall. T'jap me shpirt. Edhe s'kemi ngrënë fakt as mëngjes sepse u zgjuam vonë. Dhe po thoya që sot u zgjuam vonë në fakt, se kemi fjet dje rreth orës 3 pak dhe. Kemi pak si vonë me plani ishte të shkonim plazh, da ulish pak fare sot ajo, se ka copyrighti. Sot plani ishte të shkonim në plazh, dje ka rënë super shi me vetëtima, nuk e di, por sot çuditërisht. Bulliti vetëtiti. Sot çuditërisht ka dalë dielli, është nuk e di. Gati për plazh, edhe plani ishte që të shkonim në plazh, po ndrua mendi po vetë fundit se kaq më sa u zgjuam ne, e ka thënë nga dreka që do prishjet, pastaj ne drek jemi. Kështu që po ikim mos bësim bashkë sa bukur rruga. Por se në vakt, kam ty në një. Fiksa mëngjes drek bashkë. Edhe kështu po që po kënaqemi shumë fare, as nuk e pija në diskutim. 2 fëmijët e tjerë janë normalisht e makinë e vllajt se gëzojnë, vetëm mikin kemi që nuk bën dot pa ne. Jap mami shpirt. Spider-Man merë shpirt. Au dora gjithkohës. Pastajat. Bëritëm këtu, shiki si sa bukur që është, po jo kthej kamerën nga ana tjetër. Po shpirt. Sa bukur o zotë që si po shpirtin, po mezi kemi gjetë parashrim, mezi kemi gjetë 2 vende këtu, se normalisht për jetim makina dhe ishte shumë e vështirë, por që arritëm. Do ma bësh një foto pastaj? Apo mos t'i japë këtu. Është pa. E lampa. Dio pingullë. Si që se grullu, të që nga e se të shërës në promo. Drek tani aty, edhe plani ishte të shkonim një herë tek deti poshtë, po te deti, te liçeni poshtë, por nuk vendosim që mos shkonim, sepse duhet shkonim të visheshim të visheshim sa rrugë ngushta, të visheshim ekstra të shtëpia, të dilnim, të vinim prapë këtu një 30 minuta. Edhe s'ja vlente, kështu që vendosëm të bëjmë gjën që bëjmë gjithmonë, të shkojmë në një qendër tregtare. Edhe nuk e di se ndoshta ishte më mirë aty për momentin se këtu shumë fluks, shumë makina, por që foto bëm, liçenin e pam, edhe një drek e hëngrëm, tani unë po vdes për një kafe, se s'kam pirë as kafe, është ora 12, sa është ora 1 më duket. Qa, 1:30, më shumë. 2, ora 2, da jam shumë. Pra ne më zi për flas. Por që shumë bukur, shumë bukur dhe sot koha super, edhe pse dje si që thash era shumë shi, po sot ka shumë e bukur. Gjithsesi rëndësi ka që disa gjëra interesante i pam, plus kemi nesër ditën që do të dalim. Gran Premio di Germania, mentre sulla l'8ª tappa del Tour de France di ciclismo da Froighi a Bergerac i nuovi responsabili della nazionale. Allora in curva 7 completamente fatto sta che ricadendo completa e scomposta della clavicola sinistra non gareggerà. Che poi è indiscutibile.
Tani do ikim tek një ujtar. Tani do shkojmë tek një vend që është kështu si me teleferik. Jo teleferik është sipër, po ai si dëgjon teleferik toke, nëse bën sens, nëse është diçka me kuptim ose treni vogël. Kaka. Se si do ta shihni atje. Shumë interesant dukej. Po s'kam shumë bateri. Uroj të filmoj ndonjë gjë por që duke shumë cute. Ishim tek qendra tregtare, morëm disa gjëra të tjera. Fakunata mori, unë nuk mora. Edhe blem një dy gjëra tek supermarketi, tek një kështu se kisha dëgjuar ndonjëherë. Edhe hëngrëm akullore, pim kafe të hajrit. Akumale. Vjesha, bukurie. A bën një djalë. Ije. Miki ka. Nuk vule ti. Jo, mos e merr as ti oje. Iko be bushiklar. Më dizin gjaj unë në syze si Miza zë. Miza. Fikë. Ja kam blero. Qa di ti për daj. Ka nuk e idhin do të shpia. Ah, regardez, en fait là. Jo këtu që nga tortur, si nga hapë. Ishte plukën ty. Këtë plukën e ti të gjenuar. Gjecë më dhe. Ka qështë? Nisë, kjo ishte tortur, super vapa, si shikoje, Arin, tefta. Sa po zbritëm këtu të bëjmë një pim një kafe që nga shumë bukur, na sonë deri në maj, do me thonë pastaj do zbresim. Voilà, je pense. Jo, teke. Le vale. Mja daja. Ajo pjesa e panoramës aty ishte shumë e bukur, do me thënë ja vlente gjithë kjo ngjitje për atje, mund të bësh ngjitje dhe zbritjen, do bëjmë dhe zbritjen. 7 euro kushtonte ajo. Vajti ardhi 7 euro jetë apo një drejtim? Vajti ardhi, s'kushtonte shumë. Normalisht ashtu si sardele zinxhirsh atje, nuk mund të ishte më shtrenjtë. Por që ja vlente për të parë këtë pamje, edhe pse sot është shumë vap, sepse është 35 gradë momentalisht. Kështu që është goxha vap. Edhe lokale këtu s'pas nga freskuzo fare. Kështu që duhet mikën syzet nga djersa. Kështu që do gjejmë në një lokal që të ikim. Më mirë është tapim poshtë fakt. A ishtë Pokemon? Pokemon. Jo shmuet. Kjo është tortura numër 4 për sot. Erdi treni. Erdi? Rasin më shumë. Interesant është si. Gjithme ju pa ju. No, oye, no me quedes. Dilo yo no. Nada, bravo. Dela. Dela. Dal jashtë. Dal. Se di unë nëse se kam të reguar. Edhe të qohër, mu. Mirë mëngjes nga dita e fundit e këtyre pushimeve këtu në Itali, në Como. Tani po bëhemi gati, jemi bërë gati, në fakt po mbyllim gjërat e fundit, edhe do të ikim. Kemi planin që ju thash, dhe jo të rëgoj më vonë, edhe pastaj do dalim, nuk e do ham një drek, vllai ka sot fluturimin e darkë, ndërsa ne e kemi nesër në mëngjes. Sot do të rrim një natë në... Ku do rrim ne sot jetë?
Nuk jam shumë e sigurt. Edhe pastaj do të nisemi nesër në mëngjes. Dhe nesër në mëngjes mbyllen pushimet tona 2 javore. Turi ynë në Europë. Kështu ne ju i fjetë si normalisht vonë ndjem duke 2:30, pardjegim fjetë 3:30, po sot dje do më thënë 2:30, i bie sot në mëngjes. Kështu që jemi të lotur, por jemi kënaq pafund. Sot është koha shumë e bukur, këtu në mëngjes është koha dritë, xham, shi, kështu diell, të çan dielli domethënë, pastaj në darkë bie shi, nuk e di pse ndodh kështu, nuk e di ndoshta nga këto kushtet atmosferike që janë këtu te liçeni ose nuk e di, nuk kam iden, por që është shumë çuditshëm. Nëse tani jemi bërë gati të gjithë, do mbyllim me gjërat e fundit dhe Wow, sa po emocionova, po bëjmë gati kështu po iknim edhe erdhi vllai te makina edhe po diskutonin për të ngrënë para se të shkonim atje. Edhe tha vllai, se do gjem atje, tha se kemi surpriza. Surpriza! Trurim po mendon se kemi një surprizë atje, Trurim po mendon se mos ka organizuar në një gjë. Pastaj kur e procesova në tru surprizë, i bie do t'i propozoj për martesë. Po asa me emocionova për zot, jam gati të gjë. Abi e salami. Jemi mirë. Me si po pres momenti tani. Do më duke këto qere kore si 3 orë. Edhe me si po pres. Ne jetë shumë emocionues. Tani jemi do shikojmë, do shohim nusën duke qarë për herë të parë. Ja për herë të parë. Kështu. Artlist.io. Kodër dy tjera? Italiano io, 100%, mezzo napoletano, mezzo veneto. Po ngjitemi si dhitë sipër. Terren shumë i vështirë dhior. Shikoj kjo imja që bën si kështu, si zile, si këmbor. Kjo delja këtu. Po ngjitemi sipër, o zot, pse? Kjo është tortura numër 6. Kjo është tortura numër 6, nuk e di pse kemi ardhur për të torturuar. Ama pamja është sa bukur. Nëna ime u vdesim rrugëve të Italisë. Sa bukur që dukesh dhe gjithë këto. Shumë bukur. Një buskuj dhe një. Edhe njerë, se të na marrë imi me vete në tregoj. Në tregoj që ka në qanën e ti. Kam kalçatore. Pari një stikët. Po tjeri, buskuqi roz. Një lip roz. Me qashie. Në bostan, që në mori me vere. Më një gyrë. Ame preferojnë tim. Mërë pak dorë nga mbrapa. Kështu. Bye. Bambu, po bambuja që një dhe ka këtu. Të që nga si gjithë në gjungë. Kafe. Një 3 metë. Që bukur faktë. Ecim edhe para. Esni dhe pak fare. Sot të qaj.
Akoma s'kemi zbritur këtu, do e mbaruam këtë turin ton, mbaruam në momentin më të bukur të kësaj video, si ishte propozimi. Tani do të zbresim poshtë, prapsh me këto vargat. Varga i bie? O jon, si bie, si quhen këta? Varga? Skaf? Tip skafi. Do kalojmë me këto, edhe do kalojmë nga ana tjetër, shkojmë tek restoranti sepse s'duam që ta bëjmë në këmbë, dhe shumë e lodhshme dhe shumë vap. Vjeta për bënde kontent për vetë. Për të që nuk e pyetur me kjo ishte. Sa po zbritëm nga aty, tani do ikim të ham një drek, më në fund se vdishim. As kafe s'kemi pirë, kemi ngrënë ato gjëra kështu që kemi bler aty tek pjesa e ishte një dyqan i vogël, domethënë që mund të blie gjëra. Por s'kemi ngrënë tamam, dhe ora është 1:02 dhe jemi të lodhur, po shumë të gëzuar, shumë të lumturuar, shumë nuk e ndjejmë atë lodhje nga kjo dita e bukur që kaluam, sa ishte dita e bukur dhe veçantë. Kështu që do ikim tani dhe të festojmë këtë. Kemi dy arsye për të mbyllur pushimet së bashku dhe për të festuar eventin ose këtë gjën e bukur sot. Nicio, shiko që ka bërë. Hajde, hajde Niko. Sa më rritëm këtu në Berga, va super të lodhur. Kemi marrë një si tip, nuk e di që janë, të dhoma hoteli, se çdo gjë e bën Ivi si që kam treguar. Edhe sot do flem këtu dhe nesër, edhe nesër do të nisemi që në mëngjes. Tani vetëm të shplodhem, do shoh fotot e bukura që kemi bërë, edhe do relaksohem, se jam super e lodhur, edhe do mbledhi mendjen, bëjmë një dush, të fillohemi, Ivi do çoj makinën që kemi marrë me qira, do ta çoj aty ku kemi marrë, dhe problemi është që kemi marrë në Lugano, edhe do shkoj deri në Lugano me ata. Pastaj do kthehet Ivi, nuk e di se kur do jetë shtëpi sot. Shtëpi, do të thon këtu sot. Me rritë mirë, jemi mirë, kjo ka rëndësi. Hajde. Qyteti bosh, ne po ikëm në shtëpi. Ndaluar këtu që të pim kafen e mëngjesit dhe të ham ndonjë gjë, morëm jo dy gjëra në fakt, po ishin ekstrem të shëmtuara, tani do pimi kafe, që na haven syt oras ka shkuar 6, edhe pastaj do kemi futurimin për sa minuta, gati një orë. Të hanë? Blue. Hapshiri her. Do të fshish më dorë? Kem. Stopped in the Fana Pakistan and the principal service which offer when you open over and over items. Erdëm në Gjermani! Floku okit si është bërë, sa po më rritëm në Köln, si që thash, se këtu e kemi dhe do të presim trenin tani që të ikim në Bremen, që të marrim makinën në Bremen dhe të shkojmë në shtëpi. Miki do të mua ndës ma shpas.
Fund që bleu kalbin në Itali, ishte ky tazi kështu me gjysmë top, se e bukur, me Atalantën. Erdhëm më në fund në Bremen, edhe tani kemi dhe një 20 minuta derisa të ikim në shtëpi. Erdhëm morëm makinën këtu te parkimi. O zotë, disa të lodhur jemi se kemi dalë nga ora 4:30 mëngjes në shtëpi dhe ora është tani 2:01. Jemi kështu të vdekur. Erdhën këto. Me je pa koki, erdhën këto sa erdhëm ne. Si morëm do të në pushime, ne erdhën këto. Edhe libri që i morëm kalbi për lexuar në pushime, kishte ardhur ditën që ishim ne. Po, edhe kjo këtu, që ishte për të bërë qishin në rrugës. Momenti pasi kthehesh në shtëpi dhe hap të gjitha suveniret që ke marrë, shihni sa të bukur kam blerë këtë lugën, se nuk ja u tregova, e blem në Itali atje kur ishim tek liçeni i Komos. Edhe është shumë e bukur, për të vendosur lugën nuk kisha një si këto dhe ishte perfekt sepse u mundova që të marr vetëm gjëra që më duheshin edhe aksesor funksional, domethënë suvenir funksional. Tani këtë filtranin me që lexon Italia për veten time, këto të dyja nuk e di ja u tregova apo jo, po janë këto ëngjëjt mbrojtës, një për mua, një për motrën. Edhe pastaj këtu janë tapa për t'ja vendosur, këtu ja kam treguar unë, ja kam treguar tek vlogu i Majorkës. Edhe ky filxhani që nuk e hapa, por timës ishte thyer kjo. Që nuk ishte thyer ajo e prisje të paktën. Kjo pastaj as këtë nuk ja u tregova, por kjo është për të ngrirë gjëra, shihni këtë shumë e ashpër, edhe është kjo këtu. Edhe mora edhe këtë në Majorka që të grija gjërat se më pëlqeu shumë. I vetmi vend ku nuk mora asnjë gjë ishte në Francë dhe harrova, sepse pash një gjë shumë të bukur që më pëlqeu ekstremisht e tip pjate, edhe do kthehesha, por nuk u ktheva dhe ditën tjetër nuk pata mundësi që të shkoja më. U mërzita pak me thënë të drejtën, edhe pse kemi qenë edhe një herë në Francë dhe kam marrë një suvenir nga Franca, po doja diçka kështu për shtëpi. Kjo ishte shumë e bukur kjo lopa. E mora në Zvicër këtë. Për të vendosur këto kunjajt e dhëmbëve, sepse u mundova që të merr edhe gjëra që më duhen dhe janë funksionale, jo vetëm kështu sa për suvenir, domethënë. Po përshëndetje nga këtu jemi një ditë më vonë, edhe më duhet të bëja mbylljen e këtij vlogu. Nuk e kam bërë pasi erdhëm ekstrem shumë të lodhur, nuk di t'ju them, nuk kemi qenë kurrë kaq të lodhur sa kësaj radhe, sepse u zgjuam 4 të mëngjesit dhe përfunduam shtëpinë orën 4 të pasdites, që duhet kishim ardhur ndoshta 3 orë më herët, por kishte shumë vonesa dhe pastaj erdhëm në Bremen, morëm makinën, erdhëm në shtëpi. Shumë vonë kemi ardhur, jemi lodh me thënë drejtën, sot që jemi lodh kësaj radhe në kthim, nuk jemi lodh ndonjëherë dhe ishim gjithë kështu varu këtej, varu andej. Edhe po, por nuk ka, si thash, harrova ta mbyllja, të bëja një mbyllje tamam, kështu që kemi këtë mbyllje, do të shkoj të bëj pazar, sepse normalisht shtëpia s'ka asgjë. Morëm vetëm disa gjëra dje me vrap tek Lidl sa për shpejtësi, që të kishim deri sot në drek. Edhe kështu, ky ka qenë ndër vlogjet më të bukura që kam bërë këto kohë, ka pasur shumë të bukura normalisht, ja u kam treguar edhe jo po shkolla, jo po gjëra të tjera, por që ky ishte shumë emocional për mua, sepse e pat edhe paka shumë nga fundi i videos. Edhe kështu, unë ju falenderoj nga zemra nëse keni ndjekur këtë video, uroj shumë t'ju ketë pëlqyer, edhe komentoni çfarë të dëshironi ju. Mos harroni të bëni një like, një subscribe, se kam nuk e di se sa muaj kam pa ju thënë që të bëni një subscribe, por normalisht më ndihmoni shumë duke e bërë. Faleminderit edhe një herë, ju dua shumë dhe shihemi në videot e tjera. Pa